edhe nga lajmet e publikuara dhe nga ajo që kanë deklaruar fermerët, unë në parashtrimin tim thash fermerët deri diku janë duke hequr dorë nga mbjellja apo edhe po reduktojnë ndoshta sipërfaqet e mbjella. Është realisht e vërtet që fermerët në këto kushte, pra në kushtet e rritjes së çmimit të pesticideve dhe të plerave kimik, për shkak të rritjes së çmimit të naftës, heqin dorë në të mbjellat e tyre, në të mbjellat e tokave? Po, është fakt sepse kjo ishte një nga arsyet shtesë. Ju e dini që fermerët tanë u përmbytën këtë vit. Në disa raste edhe 4 herë rresht. Nuk morën asnjë lloj kompensimi. Ju e dini që në Shqipëri çdo 3 muaj ka krizë tregu në produktet bujqësore, që bie çmimi i shitjes së produktit bie nën kosto dhe ka raste që nuk shiten fare dhe hidhen kanal. Demi nga fatkeqësitë natyrore, krizat e tregut, subvencionimet e ulta, 5 herë më të vogla nga rajoni dhe 10 herë më të vogla nga Bashkimi Evropian, janë faktorë që tashme kanë krijuar trendin që fermerët nuk kanë interes një nga treguesit është, po ja kujtoj që qeveria e shqiptare vuri në dispozicion një kredi sovrane, po ta keni parasysh. Nuk u shfrytëzua sepse sektori nuk është atraktiv, nuk guxon njëri të investojë në bujqësi të marrë kredi, sepse në momentin që ky sektor nuk është rentabël, ti nuk ke përfitime, ti risku është shumë i lartë, sepse deme nga fatkeqësitë natyrore, kriza tregu, shto tani dhe rritjen e kostos, sepse thash, rritja e çmimit naftës dhe inputeve, minimalisht e ka rrit koston e prodhimit bujqësor me 50% dhe plektoral. Rritja e kostos me 50% do të thotë që të rritet edhe çmimi i shitjes me 50%. Mirë, po tregu në këtë sektor nuk ta mundson këtë, dhe fermerët masi kanë marrë goditjet një pas njëshme, kjo ka qenë një arsye shtesë që ka çuar vendimin për të mos ta punuar tokën, sepse nuk kanë